Një ditë përpara vizitës së kryetarës së Komisionit Evropian në Shkup, Ursula von der Leyen, kryeministri Christian Mickoski konfirmon se nuk ndryshon pozitën politike. Ai thotë se qeveria mbetet në qëndrimin se nuk do të tërhiqet nga kërkesat e saj sa i takon integrimit. Pres që të riafirmojmë pozitat se qëllimi ynë strategjik mbetet anëtarësimi plot në kuadër të Bashkimit Evropian. Në një lloj mënyre, në 25 vitet e fundit, dal ngadalë humbën fytyrën duke ecur asaj rruge që ka mbetur pak nga i dinjitet dhe nga ajo fytyrë. Shpresoj që do ta mbaj fjalën dhe Bashkimi Evropian që sadopak ta ruajmë fytyrën para se të hymë, sepse pa dinjitet dhe pa fytyrë as atyre nuk ju duhemi. Kurse kjo qeveri nuk e ka ndërmend të humbë më shumë nga dinjiteti dhe nga fytyra, tha Christian Mickoski, kryeministër. Von der Leyen ka nisur ditë më parë turneun e saj në Ballkanin Perëndimor. Gjatë qëndrimit në Maltëzi, ajo porositi vendet të vazhdojnë me zbatimin e reformave, me qëllim që të shfrytëzojnë mjetet nga plani i rritjes. Von der Leyen në Shkup do të vijë me projekt konkret. Bëhet fjalë për zgjerimin e programit të antenave të fabrikës së inteligjencës artificiale në 7 shtete anëtare të BE-s dhe 6 partner, përfshirë Maqedoninë e Veriut. Do të vendosen 2 antena në Maqedoninë e Veriut dhe Serbi, duke prezantuar kështu një rrjet të shpejtë digjital në të gjithë rajonin, të cilin do të mund ta shfrytëzojnë kompanitë.